Komuna Rahovecit, një pjesë të projektit të sheshit qendror të qytetit, po synon të jap një shfrytëzim për 40 vite përmes ankandit publik. Çmimi fillestar është 2200 euro në vit dhe sipas grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në këtë komunë, kjo është në kundërshtim me rregulloren për dhënien në shfrytëzim të pronave publike. Dëfrim Kafexhiu, lidhur me këtë temë për Insajderin, ka thënë: Në seancën e muajit mars është marrë vendimi prej Kuvendit Komunal që kjo pronë t'jepet në shfrytëzim përmes ankandit publik. Kjo pronë është pjesë e projektit qendror të sheshit qytetit, ku edhe u punu, si po shihet ky objekt këtu. Kjo pronë ka sipërfaqe prej 34 are dhe është i përfshirë edhe objekti tash që gjendemi këtu. E kemi kundërshtu këtë vendim, shkaku që çmimi është shumë i ulë sipas vendimit dhe është jashtë rregullorës për dhënien shfrytëzim të pronave publike. Çmimi për këtë parcel me 34 are është vendosur të jetë 2200 euro në vit, çmimi fillestar kuptohet, ose më saktësisht i bën 183 euro në muaj. Kjo është gabim, shkaku që sipas rregulloreve aktuale duhet çmimi do të dilte shumë më i lartë, po edhe përcaktimin e çmimit do të ishte më mirë ta bënte komisioni që e përzgjedh Kuvendi i Komunës për dhënien shfrytëzim të pronës publike. Çështja tjetër që e kemi kundërshtuar, që në asnjënën prej pikave të vendimit nuk është cekur destinimi i investimit në këtë parcel, që e bën më të vështirë edhe më të pabesueshme një investim të mirëfill, shkaku që bizneset munden me investu diçka tjetër, e jo diçka që komuna i orienton bizneset me investu. Ne si në emër të grupit kemi bërë një ankesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe po e presim që ky vendim të kthehet për rishqyrtim në Kuvendin Komunal. Po ashtu në njënën prej pikave thuhet që prona mbetet titullar Komuna e Rahovecit, titullari i kësaj prone, dhe kështu kushdo që e merr shfrytëzim nuk i nënshtrohet asnjë bare tatimore për 40 vite. Do me thënë, bizneset që e marrin shfrytëzim për të ushtruar veprimtarinë e vet këtë pronë do të jenë të liruar prej tatimit në pronë në këtë parcel.